Hi guys! Mirë se erdhët në kanalin tim në një video të re. Sot është e premte dhe Arlin që ngjoni që jo televizorin e shoh, dhe Arlin që ngjoni ende shtafos. Dhe dua t'ju tregoj që kam veshur xhinset XS. Faleminderit Angela dhe faleminderit vetes time që arrita të vete disi afër peshës time. Atëre, hapo këtë video sepse do t'i marr me vete se do shkoj të bëj shpenzime dhe do bëjmë një market haul. Tu dukesh. Kto. Atë është Amarilesin. Shenji. Tik vishu, ti se dikem. Vaj. Ba. Tu. Si që thash, do bëjmë shpenzime bashkë, për Pashkën. Hey guys, edhe një porosi tjetër sa po bë. Të hënën do ta nisim nëse postat janë hapur. Kemi eliksirin edhe kremin anti-age, edhe gjithashtu një burzëlyk me kristale për klienten. Kemi edhe paletën edhe biletën e falenderimit. Dhe porosia është gati. Faleminderit. Hey guys, mirëmëngjes. Nga e hena jon. Arli qanë se do t'ikin biciklet me Amin. I Klara bicikletën a Marili se nuk e gjë kështu të rrugës. Hey guys, si që po thosha se Arli qanë, e ka kap në të qarë. O, një mace! Arli, shikoj macën edhe më ta. Shikoj? Po i kitë qoj një pako të Amarlit e posta, do ndaloj pak dhe tek farmacia edhe në shpi. Do nxjerr fëmijët lozin pastaj. Zemra, ja ku është pakoja dhe ja posta është e mbyllur sot, sikur ta dija, por unë erdha. Hey njerëz, shkuam te posta por që ishte e mbyllur. Se sot do t'jetë Pasquetta. Dijeshim Pashkët, oggi Pasquetta. Gruaja e Pashkëve. E nejse, ikim për shtëpi. Ose të farmacia. Andiamo? Ikëm të farmacia, ne është mbyllur mama. Jepja dorën dadës. Andate, dai. Putavena. Putellina. Hajde, o fshatar, hajde. Qëll mami me dele ti. Do të qëll mami me dele. Mami, po me faj masazho. Po, si urdhron. Ja, ma se më dam shumë. Ma si vish me ata. Arli, ku sa faj? No, mami, fa male proprio qua. Ku sa faj? Nuk ka makina, po hajde këtu. Andiamo. Ik meri dorë çunit. Ik meri çuni për dora. Andiamo Lozi me bici. Ikni.
Ta merr Dada biçi. Vaj Dada. Muovi. Hey guys! Sot është Paskueta, di ishin Pashkët dhe ne po ikim nga prindërit e mi të rrim pak kande me që baba Mëril të punon. Hi guys! Si jeni? Është Paskueta, kjo në Itali, dhe unë isha duke studiuar për produktin e ri që mund të shtojmë në linjën Amarli, dhe cila është ajo? Është një scrub fytyre i përpër me gjëra natyrale dhe me vajra esenciale normalisht. Gjithashtu edhe scrubi është sipas tipologjisë të fytyrës, për fytyra të thata, sensibile, edhe pse jo të krijojë një scrub edhe për ato fytyrat që janë akneika. Ati është Arli, që se shikoni. Edhe unë po haja 2-3 bajame. Po dhe thash që ndërkohë që do filloja të bëja ato punët e mia me linjën time të kremrave, thash të hapa kamerën dhe të flas me ju. Dhe në qoftë se këtu tek ky vlogu do jenë edhe ato gocat që e kanë provuar kremin setat e mi, do doja shumë që të lini një feedback poshtë në komente, se si jeni gjendur deri më tani me produktet e Amarli. Ndërkohë unë do vazhdoj të përgatis scrubin. Çfarë scrubi? Scrubi është një produkt shumë esencial në rutinën tonë të fytyrës, sepse na ndihmon që të largojmë qelizat e vdekura dhe të pastrojmë nga papastërtitë që që lëkura mund të mbështjellin nga gjithë përditshmëria. Scrubi nuk bëhet ditë për ditë, por është deri në 2 ose 3 herë në javë, varet nga tipologjia e lëkurës dhe varet shumë edhe rutina e jetës tuaj. Në shpunë, çfarë punë bëni, qysh apo tek, edhe aty ndikon shumë çdo gjë. Duhet të njihni shumë mirë veten tuaj dhe unë për veten time scrubin e bëj 3 herë në ditë, por ndonjëherë 3 herë në javë, më falni, por kur nuk arrit ta bëj 3 herë, 2 herë e sigurt. Sepse po sikur ta injoroni për një javë, keni për ta kuptuar shumë mirë se sa ndryshim ka për të bërë fytyra juaj kur ju nuk e ndihmoni atë të largoni papastërtitë. Pasi fytyra jon rigjenerohet brenda 28 ditëve dhe mbas çdo 28 ditëve neve duhet të bëjmë pastrim shumë të thellë të fytyrës, që do të thotë insistosh për 10 minuta duke bërë masazh, edhe në qoftë se do shikoni fytyrën tuaj që skuqet, mos të shqetësoni, sepse jeni duke bërë një punë të mirë, sepse jeni duke thirrur gjak në lëkurën tuaj, jeni duke stimuluar qelizat, po i bëni dhe një limfodrenante, që do thotë të ndihmosh akoma limfën, që kështu jeni duke bërë punë saktë. Bëhet 3 herë në javë për motiv se, siç ju thash edhe pak më përpara, disa prej jush mund të përdorin make-up të përditshëm, ose ka edhe nga ato goca që nuk përdorin make-up fare, por mbase nuk përdorin një SPF ose një krem dite, edhe fytyra gjithë kohës është duke thithur plurat, ambienti ku punoni që mund të jenë edhe me produkte toksike dhe shumë gjëra tjera. Mos harroni që fytyra, lëkura jon, jo vetëm fytyra, por lëkura jon gjithandej është si ne që marrim oksigjen, edhe ajo duhet merr frymë, jeton. Që kështu neve duhet ta mbajmë sa më të pastër. Një tjetër sekret që unë mund t'ju sugjeroj duke aplikuar dhe tek vetja ime, unë tani nuk e di sa duket aty se kam fikur dritën, por dale, ashtu, okay. Një tjetër sekret që unë dua të ndaj me ju dhe që e kam provuar tashmë për 3 muajsh, është që heqim pushin e fytyrës, si e heqim, e kam bërë një video më duket, por nëse do doni ta rishikoni sërish se si e bëj unë procedurën nga fillimi deri në fund, ma shkruani poshtë në komente edhe këtë po doni ta shikoni dhe do ta shikoni në një video të ardhshme. Por gjithsesi unë tani jam pa make-up, kam lërë vetëm pak buzët edhe çrpikët dhe nuk kam fare asnjë gjë në fytyrë. Përveç se skincare-it e sot mëngjes, dhe e kam bërë shumë shpejt sepse Arli nuk donte të rrinte, donte të dilte të loste me Amariljesin. Edhe kështu, ti futemi punës. Të hajmë edhe bajame, se na bëjnë mirë se jemi me dietë.
sa shumë që më pëlqen vetja kur merrem me këto gjërat, kështu. Ta bëjmë një herë kaq, pastaj tani ju do thoni Alketa në spam gjep. Normal që s'do shikoni gjë, sepse as unë s'kam parë gjë. Shkova në shkollë për 2 vite, i mësova dhe tani jam këtu duke i aplikuar. Pagova kursin muaj për muaj na 220 euro, që kështu as mua nuk ma tregovi askush falas, asnjë gjë. Që kështu pse unë duhet ja u tregoj falas? Që kështu, njerëz të mirë, Alketa ka ndërmend të bëjnë gjëra shumë të bukura dhe shumë të mira. Lum ato persona që do ta provojnë. Kam ndërmend që të bëj edhe një produkt tjetër. Normal që edhe Larsin e kam thënë që do ta bëj, por edhe një produkt tjetër akoma. Që kështu duhet të rrini në të më ndiqni, domethënë se gjërat mira po vjen. Besoni që ky produktet që unë po lançoj, produktet që unë kam shitur deri më sot, dhe të gjitha ato goca që i kam provuar dhe review-t që më kanë dhënë Alketa kështu. Nuk e keni idenë se sa shumë lumturi që më kanë sjellë brenda mua, se vërtet unë i punoj me dashuri dhe kur ngjoj këto goca që më shkruajnë apo më marrin, Alketa më rifitura kështu, Alketa më rifitura kështu. Për mua është lumturi, domethënë lumturi. Jam shumë e lumtur për këtë gjë vërtet, goca. Okej. Kur ta kem mbaruar, domethënë si procedurë, do t'ja u tregoj se si do duket edhe në aplikim. E gjithë, domethënë, do bëjmë një subscribe. Mi qëra më beti, bëni një subscribe, se si kushton asnjë gjë. Do bëjmë scrubin në dorë, pastaj do ta shplajmë, pastaj do vazhdojmë të aplikojmë edhe setin e Amarli që kam unë aty, edhe keni përpar rezultatin na një dorë në dorën tjetër se sa ndryshim ka. Arli, o Amarildo, o Il, hajde çik. Anjove. Hajde çikë. No. Provoj një. Lascia shumë. Qëndratante. Hej goca, përshëndetje, dua t'ju prezantoj me produktin më të ri të Amarli. Do ta zbulojmë së bashku. Dhe voilà. Me scrubin. Produkti më i ri që do jetë në linjën time do jetë scrubi, që tani dua ta testoj bashkë me ju. Ka një parfum fantastik, edhe mënyra se si e lë lëkurën pasi e ke trajtuar është një dashuri e vërtet. E hidraton, i lë një aromë fantastike edhe gjithashtu e pastron. Së shpejti në linjën e Amarli do jetë edhe scrubi. Hi guys! Si që pat, mbarova punën së realizuari scrubin. Produktin e ri në linjën Amarli, jam sistemuar pak, jam veshur dhe kam zbritur poshtë të realizoj 2-3 foto për Instagram, YouTube dhe kështu me radhë. Edhe tani po presim të na realizojnë burri se s'kemi fotograf personal. O Arli, mos është ty mama. Ciao! Burrat e shtëpisë punojnë. Po bën punë, po bravo jetë. Hej miq, përshëndetje. Për të gjithë ju,
sot lançojmë produktin më të ri të Amarli. Çfarë është ai? Është një skrab fytyre. Është 100% natyral dhe benefitet e njëmëhershme. Më njëherë. Nuk e them dot fjalën. Me njëhershme. Zoti ma. Zoti. Dhe një. Zoti. Hej miq, përshëndetje. Unë jam Alketa. Jam sot këtu sepse dua t'ju lançoj produktin tim më të ri të linjës Amarli. Çfarë është ai? Ai është një skrab fytyre natyral, 100% me vajra esencial. Ju mjafton vetëm se ta provoni edhe të më falenderoni. Unë ju mirëpres. Jam duke bërë kafe për vllajt edhe burrit. Pra realizova 1-2 foto, si që thash, për produktet shumë lëshova, vesha një palqinse më të rehatshme, se ato nuk dua t'i bëj pis, por prap dua t'ju them që të gjitha rrobat e mia tani më rrinë shumë gjerë. Por që s'kam ç'a të bëj, këto që kam do mbaj, se nuk është mundësia tani të blejmë gjëra tjera. Plus po vim behari, që kështu. Pastaj do publikoj foto dhe video që kam bërë, që kam realizuar, edhe ju mirëpres gjithëve nëpër Instagram, timin dhe të linjës të kremrave të mi, edhe të më mbështesni. Unë ju mirëpres të gjithave dhe po kështu. Që tani do pim një kafe neve, do marr Arlin lartun, do t'i ndroj pak panolinin, do ta ndroj gjithë Arlin, edhe mbas ikin nga mami më bëj një xhiro. Nuk e di, shoh. Hey guys! Ja ku jam pas 2-3 orësh, kam ndruar si që thash pantallonat, kam vesh xhinks dhe nuk mbajt ato teritalet e bardha, se normalisht jam përse be për një gjë kështu dhe plus që nuk është se janë shumë të rehatshme. Edhe tani po iki se do shkoj deri diku, më duan disa gjëra, do marr dhe mamin dhe do dalim xhiro në një dyqan që i vetmi që është hapur këtu. Dhe mendoni që kush është hapur? Kinezi. Dhe ne të ikim te Gjoxhi Kinezi. O zot, sa hap këtu brenda. Hey guys, provova këto. Më pëlqejnë shumë si rrinë, por që do shkurtuar sepse dhe shumë në shtati, materiali, që shumë. Tani do provoj herë këto tjerat, kanë dhe një leku më pëlqen shumë, por që për të parë modelin, por që këto më pëlqejnë dhe sëja. Tani provova lënë, më bëjnë të shumë e gjërë, tani provova mëm, por për mendimin tim më mirë është, por dhe sëja. Provojmë tjerat. Dhe si përfundim, s'më pëlqen asnjë. Angela është fajat. Termasuk ya. Termasuk ya pertama. Like tu Jackie. Like. Hi guys. Mirëmëngjes. Arli. Hi guys. Jesh e martë. Unë sot kam një apuntament për të bërë thonjë, qërpik edhe vetulla. Dhe do vim këtu në shtëpi, goca që i bën, kushurira ime, sepse në pamundësi të ikurit se kam të poqin këtu. Do vina jo këtu dhe falenderoj shumë që e bëri këtë gjë, edhe po, sot do shkoj edhe të posta të dërgoj pakon që dje nuk munda të dërgoj, dje kam lançuar edhe kremin, edhe produktin e ri
të amarli, që është scrub i fytyrës, i përbërë me koko, karafil dhe kanella, edhe me trëndafil të egër. Dhe nuk e keni iden sa super që ka dal, e kam ndarë me një nga shoqet e mia këtu, që jetojmë afër në tek një pallat, edhe të shkojmë çfarë do më thonë, di e kam përdorur unë, e kam përdorur dhe Amarildo, dhe kemi ngelur shumë të kënaqur. Edhe që ta dini që kemi edhe scrubin. Atëre, unë e hapa kamerën sepse dua që ta mbyll këtu këtë video, nuk e di sa e gjatë apo e shkurtër ka dal, por që do ta mbyll këtu sepse dua të hap një tjetër sot mëdite ose nesër të shohim. Që kështu shpresoj që t'ju ketë pëlqyer videoja, edhe mos harroni të bëni komentet që unë ju kam thënë në bisede sipër. Ju përshëndes, ju them një faleminderit për suportin, edhe jeni shumë të mira, unë ju ndjek, tani YouTube e ka bërë të mundur që të shikojmë kush na ndjek, kush jo, kush i heq, kush si heq, etj. Që kështu monitorojmë pak edhe personat që na ndjekin të ata që na besojnë që prej fillimit, edhe unë i vë veshën shumë këtyre gjërave, sepse për mua gjërat e vogla bëjnë diferencën. Që kështu faleminderit të gjithëve atyre që janë këtu prej fillimit, edhe faleminderit dhe mirë se vini ato që do jenë tani, që vjen pikërisht tani në këtë moment në këtë kanal. Ju përqafoj, ju puth faleminderit dhe mos harroni që të bëni një subscribe, shumë e rëndësishme për mua. Jemi shumë, na mungojnë diku tek 100 edhe jemi shumë afër 2000 subscribe. Jam shumë e bindur që do të arrijë, kam shumë besim tek ju dhe shumë besim në vetvete. Ciao, shihemi në video tjetër.